e të Stalinit mrapa, atëherë i bëjmë gjithaj marrëm edhe prokurorin, edhe presidentin, edhe qeverin, edhe kushtrime i merr pyetjet çka do të më ishtru këtu, edhe i zgjedhën personat, është diçka tjetër, ama me kërkuar kohën e sotit që partia që ka fituar shumicën me pas gjithë pushtetin, mendoj që si takon demokracisë, apo ja? Nëse mendoj që pak e banalizove me krahasime me Enver Hoxhën, me se s'kemi të bëjmë fare me atë kohë. Se përmena se bona krahasimin në pushtetin aktual, po me tendencën. Në diskutata kemi absolutisht pajtorna që duhet kompromise, demokracia ndërtohet mbi kompromise, s'ka fjalë, veç se 51% me gjithatë e ka një domethënie. Me 49 ka nënën tjetër. Nuk është njëjtë, sepse ata 49 ndalë në 3-4 lista. Nuk është njëjtë. Mendoj që legitimiteti popullor është shumë më i madh, sado që përqindja është vetëm 2%, po është shumë më i madh te kjo parti që ka dalë vetëm me një program dhe i ka tërhiq votues. Jo, kjo është një koalicion, është parti me koalicion, është parti me disa koalicione. Po partia janë koalicione minore, janë dy parti tjera. Minore, janë 3 parti bashkë. Ka qenë një listë. Ka qenë një listë. Po s'ka rëndësi edhe ti po thonë që jemi 3 parti. Ka shumë rëndësi Lista Guxha. Po më pajtona me ty plotësisht që partia më e madhe i takon me qenë më gjeneroze dhe mendoj që partia më e madhe duhet me qenë më ofruese, duhet me qenë duar shtrënguar dhe duhet ajo